Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, shpëtoni një herë mirë nga infeksionet urinare vetëm me sodë buke. Soda e bukës ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve therse të shkaktuara nga infeksionet e traktit urinar. Ndërkohë, këto infeksione të shkaktuara nga bakteret shkaktojnë njëkohësisht inflamacion dhe irritim në fshikësen urinare dhe ureter, tubi që mban urinën brenda. Prandaj, lind nevoja për urinim të shpeshtë. Soda e bukës neutralizon urinën dhe e bën atë më pak acidike, duke ndihmuar gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve therse. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të tretni sodë buke në ujë dhe konsumojeni atë të paktën 2 herë në ditë. Edhe pirja e lëngjeve ndihmon shumë në këtë rast, duke qenë se ato nxjerrin jashtë baktere të cilat shkaktojnë infeksionet urinare. Ndërkohë, sipas ekspertëve, përpara se të drejtoheni tek farmacia, ne ju sugjerojmë që ju të përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Infeksionet e traktit urinar janë shumë të zakonshme. Një analizë e vitit 2022 zbuloi se në vitin 2019 më shumë se 404.6 milion njerëz në mbar botën kishin kaluar një infeksion të tillë. Infeksionet gjithashtu ndodhin kur bakteret hyjnë në rrugët e traktit urinar dhe mund të prekin çdo, por femrat në fakt janë më të rrezikuara se meshkujt. Për shkak se uretra femërore, tubi që nxjerr urinën nga fshiksa, është më i shkurtër se ajo maskullore. Distanca më e shkurtër e bën atë më të lehtë që bakteret të arrijnë në fshikës. Simptomat munden që të shfaqen si një ndjesi djegjeje gjatë urinimit. Dhe, nga ana tjetër, mund të keni urinim të shpeshtë, urinë të turbullt ose të errët, urinë me erë të fortë, një ndjesi të zbrazjes jo të plotë të fshikës ose dhimbje. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar këtë infeksion, ka disa mënyra natyrale të cilat mund të ndihmojnë në menaxhimin e infeksioneve dhe zvogëlimin e rrezikut të përsëritjes. Ndërkohë, sipas informacioneve, ne këtu do t'ju njohim me disa mënyra natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar infeksionet e traktit urinar. Pini më tepër lëngje. Urinimi i rregullt mund të ndihmojë në largimin e baktereve nga trakti urinar, duke parandaluar kështu ndonjë infeksion të mundshëm. Kur jeni të dehidratuar dhe nuk urinoni shpesh, terreni për shumimin e baktereve është i përshtatshëm. Për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar nevojat tuaja për lëngje, është më mirë që ju të pini ujë gjatë gjithë ditës. Sipas informacioneve, ju duhet të dini të merrni dhe vitaminën C. Disa prova sugjerojnë se rritja e marrjes së sasive të vitaminës C mundet që të mbrojë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C gjithashtu mendohet se rrit aciditetin e urinës, duke vrarë në këtë mënyrë bakteret të cilat shkaktojnë ndonjë infeksion. Frutat dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitaminë C dhe janë një mënyrë e mirë për të rritur njëkohësisht edhe sasinë e konsumit të saj. Specat e kuq, portokallet dhe kivi përmbajnë sasinë e plotë të rekomanduar ditore të vitaminës C. Konsumoni njëkohësisht lëng boronice pa sheqer. Konsumimi i lëngut të paëmbëlsuar të boronicës së kuqe është një nga kurat më të mira natyrale dhe të njohura për luftimin e infeksioneve urinare. Ju gjithashtu mund ta merrni edhe në formë kapsule. Sipas informacioneve, ju duhet të dini se boronicat e kuqe funksionojnë duke ndihmuar në parandalimin
e ngjitjes së baktereve në traktin tuaj urinar. Merrni probiotik. Probiotikët janë mikroorganizma të cilët janë tepër të dobishëm dhe që konsumohen përmes ushqimit ose suplementeve. Ato mund të vendosen në ekuilibër të shëndetshëm bakteret në zorrën tonë dhe gjithashtu ju mund t'i gjeni në formë suplementi ose në ushqime të fermentuara të tilla si për shembull kefiri apo kosi natyral. Ato janë gjithashtu të dobishëm edhe për rivendosjen e baktereve të zorrëve pas trajtimit me antibiotik. Ruani higjienën tuaj. Parandalimi i infeksioneve urinare gjithashtu fillon me praktikimin e disa zakoneve të mira të higjienës. Së pari, është e rëndësishme që të mos e mbani urinën tuaj për një kohë tepër të gjatë. Kjo mund të çojë në një grumbullim të baktereve duke çuar në infeksion. Ndërkohë, ju mund të përdorni dhe këto receta në kushte shtëpie. Në kuzhinën e gjithë secilit prej nesh fshihen produkte të vogla, por të cilat bëjnë mrekulli të mëdha. Një prej tyre është edhe soda e bukës. Në këtë video, ne do t'ju njohim me një recetë të shpejtë dhe njëkohësisht efektive kundër infeksionit urinar. Sipas Fondacionit Kombëtar të Veshkave, 1 në 5 gra preken nga infeksionet urinare në një moment të jetës së tyre. Prandaj, ky infeksion mund të krijohet si pasojë e një çrregullimi të pH-it dhe për të mbajtur nën kontroll përhapjen e virusit dhe baktereve që shkaktojnë këtë infeksion, ne ju këshillojmë këtë recetë dhe të përfitoni nga vetitë alkaline të sodës së bukës. Juve për këtë recetë do t'ju duhet një lugë gjelle sodë buke dhe 200 ml ujë. Tresni sodën në ujë dhe përzieni vazhdimisht derisa ato të lidhen. Pijeni këtë pije 2 herë në ditë për 3 ditë rresht. Infeksioni urinar do të zhduket brenda pak ditësh. Këtu ne do t'ju njohim me shkaqet e infeksioneve urinare tek femrat. Sipas informacioneve, infeksionet urinare mund të ndodhin nga mbajtja e urinës. Nëse duhet të shkoni në tualet, me patjetër që duhet të shkoni, gjithçka tjetër mund të presë. Në të kundërt, bakteret munden që të ngecin në traktin tuaj urinar dhe njëkohësisht të shkaktojnë infeksione. Mbajtja e urinës për 6 orë ose më shumë rrit rrezikun e prekjes nga infeksionet urinare, duke qenë se bakteri që kalon në fshiks ka shumë kohë për të zhvilluar. Dehidratimi. Konsumimi i shumt i ujit nuk shuan vetëm etjen, por parandalon edhe zhvillimin e infeksioneve urinare gjatë muajve të nxehtë, kur shumica prej nesh nuk hidratohen mjaftueshëm. Kur ne konsumojmë shumë ujë, mund të nxjerrim jashtë bakteret që shkaktojnë infeksione urinare. Ndërkohë, mund të vijë edhe prej diabetit të pakontrolluar. Nëse niveli i sheqerit në gjak është i lartë, sheqeri i tepërt del nëpërmjet urinës. Kjo e bën atë një ambient të përshtatshëm për zhvillimin e baktereve dhe një situatë as pak të këndshme për ju. Mund ta keni dëgjuar mitin se nëse konsumoni shumë sheqer, mund të prekeni nga infeksionet e traktit urinar edhe nëse nuk keni diabet. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk është edhe aq e vërtetë, por vetëm nëse vuani nga diabeti, për ndryshe ëmbëlsirat nuk janë shkaktari. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!